Faleminderit zoti kryetar, nderuar antar të autoritetit të dosjeve, po e shkurtoj nominalisht si që quajnë. Tani un kam dy pyetje konkrete. Për pagat u tha, diferenca edhe mes jush vetë si antar, kryetarit, nën kryetarit me antarët e tjerë në pag ekziston apo jeni të njëjtë të diskriminuar të gjithë? Jo, edhe herë. Kryetarja me antarët, nën kryetari. Pra, ekziston dhe vetë mes jush një diferencë page. Okej. E dyta, për sa i përket pagës, po e bëj për sqarim, pra edhe kryetari i komisionit dhe tha, ka dy mënyra, ose nëpërmjet këshilltarëve tonë të komisionit, nisim ne nis ligjvënëse ne si deputet, ose dhe ju vetë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, duke pas dhe informacionin e duhur pavarësisht autoritetit, procedura ligjore është e njëjtë, tutë ne do kaloj, dhe ne jemi gjithë dashamirës, pavarësisht përgatësive politike që kjo gjëja të ndodhë, sepse flasim për logjikën, po nisimi nga kupole, gjë krejt periferike pa vlerë, po ne themi që nëpërmjet bërjes asaj kupoles ne shkurtojmë shpenzimet për energjinë. Edhe kjo gjë tjetër ka logjik. Nuk mundet një person i cili është vartës i juaj, pavarësisht kontributit të tij të shtuar, qoftë ekspert i jashtëm, me aftësi të spikatur në një fushë të shkencës apo teknologjisë, të paguhet më shumë se sa ju vetë autoriteti. Pra, shërbimi që ai ofron nuk është shërbim i jashtëm, konsulent që merret vetëm për herë. Është pjesë e organigramit strukturës, nuk ka logjik. Pra, ca gjëra duhen bëhen me logjik. Dhe nuk duhet të jenë to handicapet procedurale që na bëjnë ne që. E dyta, tek kërkesa që keni për buxhetin, keni parashikuar rritje strukturës tuaj organizative? Keni njerëz të tjerë që doni të përfshinin strukturë, të cilët ndihmojnë punën e autoritetit? Jo, ti bëj pyetje pastaj. E treta, tani kthehem në aspektin përmbajtësor. Realisht ne jemi përpara diskutimit të buxhetit, po kemi edhe një problem tjetër. Problemi tjetër është përmbajtësori joni. Ky autoritet është krijuar nga kuvendi, sigurisht jo nga emra konkret, unë apo dikush tjetër, por nga kuvendi. Unë jam pjesë e kuvendit sot. Më shqetëson fakti kush është efikasiteti i punës së autoritetit. Pra institucionet e harresës, e tha për terminologji kryetari pak më parë që iku, problemi është ne kemi detyrim përpara brezave edhe që jetojnë sot, edhe atyre që do vinë mbrapa, t'u tregojmë historinë të rëndësi ka. Njerëzit do marrin qendrimin e vet, edhe për Enver Hoxhën, edhe për ata që janë përsekutuar, edhe për të se kush marr. Ama të drejtën për të nxjerrë në pa faktet për publikun ne kemi detyrim. Dhe këtë e bëni më së miri ju. Pyetja ime është shumë konkrete. Kuvendi i Shqipërisë ka 140 deputet sot me mënyrën si është ndërtuar. I keni bën një verifikim gjithë antarëve duke përfshirë unë i pari. E dyta, nga analizimi i dispozitave të ligjit tuaj përkatëse, del që ju vini në lëvizje vetëm mbi bazë kërkese. Ju e thoni kështu. Ndërsa unë si jurist, edhe si antar i Komisionit Çështjeve Ligjore, po ju them që ju keni drejt që të zbatoni drejt për drejti kodin e procedurave administrative, i cili prevalon hierarkinë e akteve ligjore bazuar në 81 Kushtetutës në raport me ligjin specifik përkatës, edhe për shqiptarët shërben mirë. Ndoshta edhe unë mund të kem pas një antar të familjes, largo Zot. Edhe duja mi detyruar që t'i mbaj pasojat e asaj gjëje. Për gjithë deputetët e parlamentit duhet ta bëni kryesisht. Se nuk keni asnjë lloj problemi ligjor, as eventualisht për ndonjë dispozitë penale, bëjeni se i bëni energjisë shqiptarë për gjithë. Pra, po ja u them dhe bazën ligjore se si bëhet. Se në final mua më intereson përmbajtja. Nga pikpamja përmbajtësore, ju jeni ai autoritet. Unë jam kundër luftës klasave. Falenderoj Zotin që më kapi shumë pak ai sistem. Por problemi është që kemi detyrim me bëj të paktën një mea culpa. Pra, po e referoj politikanë Kosovës kur diskutu për çështjen e Kosovës dhe i tham pse s'ulesh me autoritetet serbe probleme të tjera, të paktën thatë na kishin kërkuar ndjes me gojë, se ne nuk riparojmë dot pasojat që kanë sjell dënime represive, politike, etj. Më radhë. Janë vujti që i kanë kaluar njerëzit. Edhe ato njerëz janë pjesë e historisë të kombi. Edhe ato dëme i kanë bërë shqiptarët kundra shqiptarëve. Nuk ne ka bërë miku. Kjo nuk përbën shkak për të nxitur urrëtie me stresave sociale të caktuara, po historia duhet njoft. Ashtu siç kemi pasoja për trashëgimin në aspektin e kodit civil, edhe në aspektin e vlerave të tjera, sepse njerëzit nuk janë vlerësuar gjithmonë nga pasuria, janë respektuar nga vlerat. Nuk kanë qenë histori suksesi pjesë njerëzve që janë godit, kanë qenë histori vlerash. Kështu që në këtë kontekst, jo bëj në formën e kërkesës
Ju s'keni asnjë lloj pengese ligjore të bëni verifikim. Le ta quajnë pa vlefshme të tjera dhe të kapen me procedurën thonë kishit apo se kishit, do vot në lëvizje apo se vot në lëvizje. Kjo nuk ju justifikon. Keni detyrim përgjigje, po të marrin vende të caktuara që mos hy, ligji për lustracionin është shumë më i thellë në vende të tjera. Duke filluar Gjermaninë të parën, të cilët i referohemi si kombi zhvilluar, edhe dy Gjermanitë u bashkuan bashkë pikërisht se patën forcë populli për të pranuar këtë fakt dhe deshën zhvillimin. Ashtu siç ka ndodhur me Bismarckun kur i bashkoi gjithë bashkë. Kështu që është dhe kulturë kombëtare. Le të shpërbejmë si model për njerëzit. Pra mos ta harrojmë të kaluarën, si popull që s'ka memorie vetveti do i riprodhoj prapë ato probleme që kemi pas. E keni dhe sot, luftë klasash. Sot, ne, deputetët e parlamentit, bëjmë luftë klasash. Së është model i mirë për të ndjek, as nga fëmijët tanë, as nga ata që vinë më mbrapa. Ne jemi kundërshtar ideologjik, kemi qëndrime të ndryshme për ligje, projekt ligje, problemet caktuara, ama kemi dhe qëndrime të përbashkëta që i shërbejnë punës. Kështu që këte e keni kërkesë nga ana ime personale dhe e mbështes ligjërisht. Edhe po ju çon në herën prokuri, do jem publikisht zëri juaj në mbështetje edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin politik. Pra fondet i dini me Ministrinë e Financave, uluni, diskutoni. Gjeni modulin nga pikpamja objektive si bëhet, nga pikpamja ligjore pastaj, edhe ju vetë që jeni më të interesuar, mund të na adresoni në formë një propozimi. Gjithë këtu po thuj se ram dakord. E shprehim qëndrimin tonë që jemi në mbështetjen tuaj. Nga ana tjetër përmbajtësore, ne kemi bëj ligj para pak ditësh për barazinë gjinore. Dhe unë nuk e kam fare problemin se nga shkojnë e çfarë bëjnë jetën e tyre persona, si ndërtojnë jetën e tyre. Unë e kam problemin që kemi fut dispozita që ka të bëjnë me nxitjen e promovimin e edukatës në shkollë të këtij lloji orientimi, në emër të mos diskriminimit, po në fakt po diskriminojmë pjesën tjetër të popullsisë. E dyta kemi thonë që ne do t'i krijojmë hapësira atyre në aspektin ekonomik, që nëse janë 10 panele fotovoltaike që duhet t'jepen me licencë, 3 deri në 5 do t'i marrin këta, të cilët janë persona juridik, po kanë aksioner me vetvete, individ, cilët fare mirë mund të thonë ndihem ai apo ajo. Dhe pozon pa drejtësisht në treg një pozitë ekonomike dhe do shërben si modele për njerëzit të cilët nuk e kanë formimin arsimor dhe kulturor dur dhe e gjenë si rrugë për të realizuar interesat e tyre. E treta fare, Shqipërinë po e bëjmë nëpërmjet atij ligji, nëpërmjet tyre fondeve që ne rialokojmë për tincit, që të bëhet një parajsë në thojsa jo fiskale, por një parajsë ligjore për ata që kanë prirje të tilla për të ardhur për ta shfrytzuar këtë vend që i ka dhënë Zoti bukurinë të jashtëzakonshme, burime natyrore, klimë të mirë, ushqim të mirë, njerëz të cilët nuk gjejnë dot forcën për të larguar nga lufta e klasave për të arritur produkt përbashkët. Është jashtë kontekstit tuaj, po me që na gjojnë dhe shqiptarët, ka lidhje edhe me atë që thonë. Pra, fondet absolutisht për fëmijët, ta mësojnë fëmijët, po e gjuhën në urrëties, edhe mënyra se si thuhet diçka, ka shumë vlera, jo gjuhën në urrëties, ta dinë historinë e këtij kombi, çfarë ka ndodhur me këtë kombi, të marrin qendrimin e tyre pastaj kur të rritën. Pra duhet ajo pjesë. Bashkëpunoni me ministrinë, siç e thanë edhe kolegët, bëni dhe ju një relacion propozues, jeni drejt për drejt prekur, me sa diun nga burimet jashtë këtij komisioni, më shton që keni nevojë edhe për struktura të tjera organizative, ndihmës aty. Bëjni gjitha propozimet dhe kthejnë eficiencë e institucionit. Po me i kusht, unë nuk jam tolerant fare që ju të fshiheni mas ideës që këtu ka i dispozit ligjore që na ndalon. Jo. Bëjni me iniciativë, nuk ju ndalon as i dispozit ligjore. Ju jap mundësinë që ta bëni mbas kodit procedurave administrative. Është ligj që miratohet me shumicë cilësuar, është në 81 kushtetutës, prevalon mbi gjithë ligjet e tjera. Filloni këtë deputetët parë, ke unë i pari, se mboni nder. E dyta, shiqur Zotit se më doli emri as te patronazhistët, se do më kishin bë me bojë, se mund ta shënojnë një në mënyrë të janshme. Kështu që kjo është akoma një gjë më e madhe. E fillojmë gjithë me radhë se duan të dinë njerëz. Faleminderit. Po, zonja Sula diçka, pastaj zoti Bylykbashi. Shkurtimisht, falenderojmë për çështjet që ngritet. Për sa i përket pagës, neve jemi investuar, kemi dërguar me shkresë në Ministrinë e Financave dhe në Kuvend, do ta ridërgojmë prap të dyja propozimet tona, qoftë për pagën, qoftë për transportin. Po kështu kemi dërguar një kërkesë për ndryshimin e strukturës, kemi kërkesa për ndryshim strukture ka të bëjë më shumë me ndryshime të brendshme dhe vetëm me një shtesë. Do ta ridërgojmë. Ka ardhur këtu, po do ta ridërgojmë edhe një herë. Për sa i përket verifikimit figurave, mund t'ju them që Kodi i Procedurës Administrative është vënë si referencë brenda ligjit ton vetëm vitin 2022,
për sa i përket të zhdukurve. Neve kemi diskutuar disa herë në organ kolegjial se mund të bëjmë kryesisht dhe organi kolegjial bashkë me sekretariatin, juristët kanë thënë që nuk e bëjmë dot, gjithsesi propozimin tuaj, rekomandimin tuaj do ta shqyrtojmë edhe një herë. Nuk është se s'ka hapësira media, dhe ne kemi pasur kërkesa të medias që na kërkonin për shembull në formë përqindje, sa përqind ka dhe kemi bërë një herë në rast të tillë. Gjithsesi këtë propozim për përdorimin e kodit administrativ do ta shikojnë. Po nuk mund të marr asnjë angazhim për sa kohë organi është kolegjial dhe flet me vendime, kështu që por ju falenderojmë që edhe biles le të vidhet formë ftese për anëtarët e ri të këtij komisioni të vinë të na vizitojnë, dulemi, diskutojmë dhe me pa nga afër format e punës, sepse ka interes, gjithmonë çdo mendim vlen. Për sa i përket impaktit të organizatës, mendojmë që organizata AIDSSH-ja po shpërfaq potencialet e veta që kanë qenë përcaktuar në ligj, sidomos këtë vit dhe vitin tjetër, përmes 2 platformave elektronike, në vend të asaj që neve merrshim një nga një personat ose klasa të ndryshme, tashime për platforma elektronike, qasja në publik do të jetë shumë më e madhe, sepse elektronika i ka këto. Edhe media sociale kemi dhe shifra që ne po i përdorim, ka një ashtu. Kjo unë mendoj që janë gjitha mundësitë, edhe me buxhetin e rishikuar, shpresojmë që të... Po, faleminderit.